Aventura Armando Brojas të Evertonit duket se ka marrë fund dhe pas 2 javëve që mbeten në Premier League, sulmuesi kombëtares shqiptare do të kthehet përsëri te Chelsea, por për të bërë gati valizhat e atje. Për këtë janë të bindur në Angli, ku media të ndryshme bëjnë të ditur se Evertoni nuk ka në plan ushtrimin e së drejtës së blerjes së kartonet të tij për 30 milion pound, siç ishte parashikuar në klauzolën e huazimit nga Chelsea në fillimin e sezonit. Edhe BBC ka vendosur Armando Brojan në listën e atyre për të cilat Chelsea po kërkon një sistemim sa më parë, në një artikull që i kushtohet strategjisë së klubit londinez për merkaton e verës. Blut ka nevojë për të ardhurat që të mos shkelin rregulloret financiare të Premier League-s pas shpenzimeve të çmendura të viteve të kaluara. De Broja është në listën e atyre që po propozohen klubeve të ndryshme, në objektivin për të gjetur një destinacion përfundimtar në muajin e verës.